Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Me emrin e Allahut madhëruar, vazhdojmë në mësimin ton fragmente nga jeta e dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe dua të përkujtoj që këto mësime i kam përzgjedhur më së shumti nga libri i dietarit të madh të botës islame, Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani, Allahu e mëshiroft dhe bëft për banorëve të xhenetit Firdeus. Gjithashtu dhe nga sheikhu i cili është gjallë, nga Sheikh Arafati, i cili ka bërë mësime në lidhje me historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu ja shpërbleft në më të mirën shpërblim. Të dyja, më së shumti, gjithashtu dhe nga Imam Dhahabi, Allahu e mëshiroft dhe e bëft nga banorët e xhenetit Firdeus, i përmenda nga përfitimi im, jo nga vlera e tyre si dietar, por se nga ka marrur më shumti këto mësime për të thënë amanetin e dijes dhe për t'i thënë vëllezërve që këto mësime nuk janë nga vetja ime, por të marrë nga dietarët që Allahu i shpërbleft për mundin e tyre. Atëherë jemi në mësimin e 9 të fragmenteve dhe të jetës së dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe jemi në temën kur të dërguarit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam i vjen shpallja nga Allahu i madhëruar. Dhe në vitin e 40 të jetës tij fisnike, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam dilte dhe shkonte afër shpellës Hira dhe largohej nga përzierja me njerëzit. Largohej nga ajo që shifte prej adhurimit të idhujve dhe të statujave, dhe në këtë temë kryesore dhe bazë është hadithi Aishës radiallahu anha, i cili është hadithi gjatë. Dhe ne do të përmendim fragmente ato që ne na interesojnë në këtë temë. Dhe thot Aisha radiallahu anha, awwalu ma budiya bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'yatu as-salihah fi an-nawm, فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو تعبد الليالي ذوات العدد. Atëherë thot Aisha radiallahu anha, fillesa e dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam nga shpallja kanë qenë ëndrat e mira, ose në një transmetim ëndrat e vërteta, ru'yatu sadiqa. Dhe nuk shikonte vetëm se ato realizoheshin dhe ishin si drita e agimit. Pastaj ju bëhet dashur vetmia dhe qëndronte tek shpella Hira dhe adhuronte në të, bënte adhurim, kryente adhurim. Në netët, pra njëra mas tjetër me disa netë, ose ta shpjegoj.
Atëre, çfarë kuptimi kanë këto fjalë që thot nëna e besimtarëve, Aisha radiallahu anha? Pra, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, e para gjë që si parathënie për ta qetësuar atë, ishin ëndrat e vërteta. Dhe siç e dini, ëndrat e pejgamberëve janë hak. Dhe kjo periudhë ka zgjatur rreth 6 muaj. I shikonte ëndrat dhe ato ishin të vërteta si drita e agimit. Kjo ishte faza e parë, etapa e parë e shkallëve të shpalljes. Dhe edhe përpara se t'i vinte Xhibrili alayhis salam, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ndodhin gjëra të çuditshme. Dhe në Sahihun e Muslimit thotë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, thotë inni la arifu hajaran bi Mekka kana yusallimu alayya qabla an ub'ath wa inni la arifuhu al'an. Ka qenë një gur në Mekë që më jepte selam mua përpara se të dërgohesha, dhe unë sot e njoh atë. Pra i kanë ndodhur atij si kjo ngjarje dhe ngjarje të tjera përpara shpalljes. Dhe mbasi i erdhën ëndrat e vërteta, atëherë dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ju bë dashur që të qëndronte i vetëm dhe merrte ushqim nga gruaja e tij fisnike dhe qëndronte dhe adhuronte Allahun e madhëruar në ose afër shpellës Hira. Adhurimi i tij ishte, pra ka mendime të ndryshme dietarëve, po adhurimi kryesor ishte largimi nga shirku dhe afrimi pra ke Zoti me ato që kishin mbetur nga shariati i Ibrahimit alayhis salam. Dhe të tillë kishte, siç e kemi shpjeguar, të tillë njerëz që ishin hanif kishte në Mekë, siç ishte Zeid ibn Amr ibn Naufel, siç ishte Waraka ibn Naufel e të tjerë që e adhurojnë Allahun subhanahu wa taala me ato që kishin mbetur nga shariati i Ibrahimit, kurse Waraka do ta sqarojmë që ishte në fenë e Isait alayhis salam dhe do të vi dhe përmendja e këtij burri radiallahu anhu. Pra e thamë, ëndrat vazhduan në një periudhë 6 muajore. Dhe pasi qëndronte në këtë shpellë që quhet Hira, dhe largësia e saj nga Qabja është rreth 3 milje. Dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e zgjodhi atë, qëndronte aty, thonë që shikonte, domethënë në drejtim të Qabes, dhe u largua nga përzierja me njerëzit. Dhe ato mënyrat e shpalljes do përmendim njërë në formë të përgjithshme, pastaj do hym në mësimin tonë. Mënyrat e shpalljes është një nga këto mënyra, janë ëndrat e vërteta. Mënyra e dytë
është që engjëlli ose meleku Allahut e hidhte shpalljen në zemrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtë e bënte pa e parë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam melekun. Tek hadithi tek Ebu Nuaim, gjithashtu ka ardhur dhe ke Ibn Majah porse në formë të shkurtuar, ka ardhur hadithi i cili thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna ruhal qudus nafatha fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që shpirti i pastër, që është Gjibrili alayhis salam, ruhal qudus, ka hedhur në shpirtin tim që nuk do të vi, pra çdo person nuk do të vdes derisa të plotësoj cakun ose exhelin e saj. Dhe vazhdon hadithi. Pra në këtë fjalë tregon që kjo është një nga mënyrat e shpalljes që i vinte të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Mënyra e tretë e shpalljes është që meleku i shfaqej atij në formë njerëzore dhe i fliste atij siç flet njeriu me njeriu. Kjo është një mënyra e tretë e shpalljes. Dhe Gjibrili alayhis salam shumë herë merrte formën e një prej sahabëve që quhet Dihyatul Kalbi radiallahu anhu. Dhe gjithashtu ju e dini hadithin e Gjibrilit që vjen Gjibrili në një formë njerëzore me rroba shumë të bardha dhe me flokë shumë të zeza. Kjo është një nga format e ardhjes së shpalljes të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mënyra e katërt është që vinte si zhurma e këmbanës, si zhurma e këmbanës, dhe kjo ishte më e rënda. Kjo ishte forma më e rëndë e ardhjes së shpalljes, saqë balli i mbushej me djers edhe në ditët që ishin të ftohta. Dhe rëndohej aq shumë sa edhe deveja ulej, nuk qëndronte dot deveja në këmbë. Nëse ishte pejgamberi sa mbi deve, kur vinte shpallja në këtë mënyrë, deveja ulej. Dhe ka ardhur në një hadith, pra kjo është vërtetimi i fjalës Allahut subhanahu wa taala që thot inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Ne do të shpallim ty një fjalë të rëndë. Dhe në disa transmetime ka ardhur në Buhari nga hadithi Zeid ibn Thabit që kur erdhi shpallja pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe këmbën e tij ishte poshtë këmbës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra pjesa e kofshës ishte poshtë tij. Dhe në momentin që vjen kjo shpallje, thot Zeidi, është rënduar aq shumë, thot, sa desh ma thyu kockën e këmbës. Nga rëndesa. Kjo pra është mënyra e katërt. Mënyra e pestë është që i vinte meleku në formën e tij reale, siç e kishte krijuar Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo ka ndodhur 2 herë në jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, një herë në Mekë, në Exhiad, që i doli meleku, dhe herës tjetër kur ndodhi Israja, pra ngritja në qiell. Dhe si transmetohet për Xhibrilin alayhis salam në këtë, që ka 600 krah dhe njëri krah e mbulonte horizontin. Mënyra e 6 është ajo që Allahu subhanahu wa taala i ka shpallur pejgamberit sallallahu alajhi wasallam sipër qiejve në natën e Mi'rajit. Mënyra e 7 është e folura e Allahut
Pra Allahu Azza wa Jalla I ka folur atij pa ndërmjetësues dhe pa melek. Ashtu siç I ka folur Musait alayhis salam, ku thot Allahu Azza wa Jall, wa kallama Allahu Musa taklima. Dhe Allahu I foli Musait me fjalë. Kjo ka ndodhur dhe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Allahu I ka folur atij me fjalë. Pra këto ishin mënyrat e shpalljes që I vinin të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Tani kthehemi dhe përmendim fillesën e shpalljes. E tham pra që ju bë e dashur vetmia mbasi ndodhen etapa e ëndrave të vërteta dhe ajo që ai adhurim pra që bënte I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ishte largimi nga përzierja me njerëzit të cilët adhuronin idhujt dhe bënin shirk për tek adhurimi I Allahut madhëruar, për tek tauhidi, siç thot Ibrahimi alayhis salam, inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Unë do të shkoj ke Zoti im dhe ai do të më udhëzoj mua. Pra, udhëzimi është vetëm nga Allahu I madhëruar. Vjen një çështje në cilin muaj ka ndodhur zbritja pra e Gjibrilit alayhis salam dhe fillimi I shpalljes. Fillimi I shpalljes në cilin muaj. Mendimi më I saktë është që kjo ka ndodhur kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmbushur 40 vjet dhe më saktë është që ka ndodhur në muajin Rabiul Awwal, në ditën e 8 të muajit Rabiul Awwal. Është edhe një mendim tjetër që thotë që ka zbritur në muajin e Ramazanit, por Kurani ka zbritur në muajin e Ramazanit në qiellin e dynjas, I gjithi. Dhe gjatë 23 vjetëve ka zbritur pjesë ke I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe pra siç e tham, është në muajin Rabiul Awwal është mendimi më I saktë që ka ndodhur fillimi I shpalljes ose fillesa e shpalljes kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mbushi 40 vjet. Dhe me mendim unanim është që kjo ka ndodhur në ditën e hënë. Siç ka ardhur, është pyetur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për agjërimin e ditës së hënë dhe ka thënë dhaka yawmun ulidtu fihi wa yawma bu'ithtu e unzila alayhi fihi. Ajo është një ditë që unë jam lindur në të dhe është një ditë që jam dërguar apo më zbritur mua në të. Pra dita e hënë. Kjo është me mendim unanim. Gjithashtu me mendim unanim është që edhe mosha 40 vjeçare është e prerë. Por se muaji ka mos pajtim, dhe thamë që më e sakta është që ka ndodhur në muajin Rabiul Awwal në ditën e 8, Allahu e di më së miri. Kjo është shumica e dietarëve thonë kështu. Kurse Kurani ka zbritur në natën e Kadrit në muajin e Ramazanit I gjithi. Nga qielli, pra nga Lauhi Mahfudh, ka zbritur në qiellin e dynjas. Thot Allahu Azza wa Jall, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Pra muaji I Ramazanit në të cilin është zbritur në të Kurani. Ashtu. Atëherë vazhdojmë ke hadithi I Aishës radiallahu anha, e cila tregon që kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte afër ose në shpellën Hira,
Vjen Gjibrili alayhi salam dhe i thot Iqra, lexo. Po ju e dini që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk dinte shkrim dhe këndim. Dhe i thot unë nuk di të lexoj. Atëherë kap dhe e shtrëngon Gjibrili alayhis salam derisa arrin kulmin e mundësisë. Dhe pastaj e lëshon. Dhe i thot lexo. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot unë nuk di të lexoj. Atëherë kap përsëri dhe e lëshon. I thot lexo. E thot unë nuk di të lexoj. Atëherë i zbret Allahu subhanahu wa taala ajetet e para të Kuranit që janë Iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Këto janë 5 ajetet e para të zbritura nga Kurani. Allahu azza wa jall thot: lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi. Urdhri i parë është urdhri për të lexuar, për të mësuar. Pra nuk ka ardhur urdhri i parë për të paralajmëruar, siç do të vi shpallja tjetër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, o ti i mbuluar çohu dhe paralajmëro. Por urdhri i parë këtu ka ardhur për të lexuar, për të mësuar. Dhe kjo bëhet duke kërkuar ndihmën e Allahut. Lexo me emrin e Zotit tënd. Neve në çdo punë që bëjmë, kërkojmë ndihmën e Zotit. Iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Pra lexo i cili krijoi çdo gjë, çdo krijesë. Këtu është tauhidi rububie. Për të na mëson ne që krijuesi jon është Allahu. Dhe ai e meriton adhurimin i vetëm. Lexo me emrin e Zotit tënd. Pastaj veçon njeriu nga gjithë ky krijim. Khalaqal insana min 'alaq. Nga gjithë ky krijim Allahu subhanahu wa taala veçon njeriu për vlerën që ai ka. Dhe kjo vjen, ky veçim, ky dallim që i bën Allahu subhanahu wa taala për shkak të dijes. Ademi alayhis salam u dallua mbi me lajket për shkak të dijes. Atëherë njeriu duhet të mësoj, duhet të lexoj atë që Allahu e ka mësuar që ta adhuroj atë në mënyrën e duhur. Khalaqal insana min 'alaq, e krijoi njeriu nga një gjak i ngjizur. Pra Allahu subhanahu wa taala është kujdesur për njeriu që nga origjina, që nga gjeneza, që nga para se ai të ekzistonte, Allahu subhanahu wa taala është kujdesur që ai të krijohet dhe dalin dhe ky njeri pra ta adhuroj Allahun subhanahu wa taala dhe thot në ajetin tjetër Iqra o rabbuka al-akram, lexo sepse Zoti yt është më bujari. Pra Zoti yt ka cilësitë madhështore dhe është ai i cili bujaria e tij është e madhe dhe bamirësia e tij është e madhe. Pra nga bujaria e tij dhe nga bamirësia e tij është që ne na mësoi, na dha dituri. Dhe kjo dituri duhet zbatuar duke adhuruar atë të vetëm pa shok, duhet adhuruar Allahun me tauhid dhe duhet të distancohemi nga adhurimi i krijesave. Asnjë krijesë nuk e meriton adhurimin, por vetëm ai që na ka krijuar e meriton atë. Alladhi 'allama bil qalam,
është ai i cili mësoi të shkruhet me laps ose me pend. Kush e ka mësuar njeriu që këtë dituri ta ruaj edhe për brezat e ardhshëm, jo vetëm për veten e tij, se dituria është në gjoks, dituria është në laps ku shkruhet dhe edhe në gojë, pra kur flet e përcjell diturinë, kur e shkruan e përcjell diturinë. Dhe dituria është ajo që ti ke grumbulluar dhe ke mësuar që është në zemrat tona. Atëherë, Allahu subhanahu wa taala na ka dhënë mirësi që ta ruajmë dhe ta përcjellim këtë dituri, dhe për këtë shkak, për këtë bamirësi që na ka bërë, dhe për këtë mirësi është që njeriu në këtë kujdes kaq të madh që ka Allahu subhanahu wa taala për këtë njeri, i ka dërguar të dërguar dhe i ka zbritur libra në mënyrë që ai të mësoj dhe të eci në rrugën e drejtë dhe mos devijoj. Kjo është pra për mirësisë Allahut, pse për mëshirës tij është që ka dërguar të dërguar. Dhe më i miri i të dërguarve është ky i dërguar për cilin ne po flasim, sallallahu alaihi wasallam. Dhe ajeti i fundit, allama al-insana ma lam ya'lam, e mësoi njeriu atë që ai nuk e dinte. Dhe ne jemi koshient që të gjithë ne si racë njerëzore, përveç babait ton Ademit alayhis salam, që është krijuar nga balta, kemi lindur dhe ne nuk dinim asgjë nga dituria. Foshnjat kur lindin nuk din asgjë. Atëherë Allahu i ka mësuar. Allahu e ka mësuar dhe Allahu mësoi Ademin alayhis salam dhe me lajket i bën atij sejdë me urdhrin e Allahut subhanahu wa taala. Kjo tregon që nëse ne duam ta ngrejmë veten dhe të jemi me të vërtetë rob të Allahut, atëherë duhet të mësojmë. Nuk duhet ta nënvlerësojmë këtë krijim që ne kemi. Neve Allahu na ka nderuar. Atëherë si ne e poshtrojmë veten tonë dhe largohemi nga dija dhe largohemi nga adhurimi i Allahut dhe shkojmë deri në atë pikë sa të djegim shejtanin dhe të adhurojmë të tjerë veç tij. Pra këto janë 5 ajetet që unë mundova me aq sa mund t'i komentoj për shkak të rëndësisë madhe dhe vlerës madhe. Dhe unë i këshilloj të ktheheni gjithmonë ke komentimi i Kuranit që kanë bërë dietarët tanë dhe do të ndjeni kënaqësi të madhe në komentimin e Kuranit dhe ne thjesht jemi shumë të dobët për ta komentuar ashtu si duhet, por mundohemi për t'ia përcjellur vëllezërve dhe motrave tanë shqiptar, pasi origjina e këtyre librave është në gjuhën arabe. Atëherë, këto ishin 5 ajetet e para që Xhibrili alayhis salam ja shpall Muhamedit alayhis salam, dhe ai nuk mendonte që do t'i vinte shpallja. Nuk e dinte Muhamedi alayhis salam që do t'i vinte kjo ditë. Allahu e përzgjodhi atë dhe me anë të Xhibrilit ja komunikoi shpalljen e tij. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkoi në shtëpinë e vet dhe i thot gruas së tij, pasi ishte duke u dridhur, i dridheshin supet nga frika. Dhe kjo është natyrale për çdo njeri i cili shikon një diçka që nuk e ka parë ndonjëherë, është natyrale që të friksohet. Dhe i thot zemmiluni, më mbuloni. Derisa u qetësua dhe i thot gruas vet, Hatixhes, ja tregon ç'ai ndodhi dhe thot pata frikë për veten time. Pasi që tham, kjo është natyrale që t'i ndodhi njeriu. Atëherë kjo grua kaq e mirë edhe kaq fisnike, njëkohësisht duke i njohur dhe burrin e saj, çfarë cilësish kishte,
Atëherë i thot, kella, në asnjë mënyrë, ty nuk do të poshtroj Allahu kur. Dhe i tregon, ja përkujton cilësitë që ai kishte. Dhe thot Khatijja radiallahu anha, Allahu qoftë i kënaqur prej saj, kjo grua fisnike, i thot ty Allahu nuk do të poshtroj kur. Dhe argumentohet dhe thot, inneke latasilur rahim. Jeti ai që i mban lidhet farafisnore. Jeti ai që tahmilul kel, pra mbështet të doptin, i mban barrën e tij. Familjet që janë të dopta, familjet që kanë nevojë, kanë fëmijë, ti u mban barrën atyre. Wa taksibul ma'dum, dhe ti i jep atij që s'ka të ngratit, shpejton t'i japësh atij, jo vetëm i jep, po shpejton t'i japësh atij. Wa tuqri'u ad-dayf, dhe respekton mikun, respekton pra musafirin. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dhe ndihmon atë që me të vërtet ka rënë në hall. Dhe në një transmetim, wa tasduqul hadith, dhe ti kur flet je i çiltër dhe je i sinqert. Me këto cilësi që ke, ty nuk të humbë Zoti. Prandaj qetëso. Mos u mërzit, mos u frikso. Që ku çfarë fjalësh thot kjo grua fisnike. Megjithatë nuk mjaftohet për kaq. Dhe shkon ke djali xhaxhait saj, Waraka ibn Naufel. Ke Waraka ibn Naufel. Para se të themi vajtjen e saj ke Waraka ibn Naufel, atëre do të themi këtu ato shkallët, ato përshkallëzimet e shpalljes. E para është urdhri nga Allahu subhanahu wa taala për lexim, për të lexuar, siç ka ardhur në pjesën që ne e lexuam. E dyta është urdhri nga Allahu subhanahu wa taala për të paralajmëruar familjarët e afër, që do të vi, që ku ja ajo el mudaththir, o ti i mbuluar, çohu dhe paralajmëro. Siç ka ardhur që u andhir ashirat e kel akrabin, pra ti paralajmëro familjarët e tu më të afërt. Shkalla e tretë është urdhri që të paralajmëroj dhe të këshilloj popullin e tij. Shkalla e katërt është që të këshilloj dhe të paralajmëroj atyre që nuk ka ardhur pejgamber më parë, që janë arabët, fëmijët e Ismailit alayhis salam. Shkalla e pestë është që të paralajmëroj të gjithë njerëzit dhe xhinët. Këto ishin shkallët e thirrjes së pejgamberit sa që ti mësoni, pra ne këtu jemi ke shkalla e parë që është urdhri për të lexuar. Pastaj vjen paralajmërimi etj këto që i lexuam të pesta të shkaqe. Dhe kalojmë ke shkuarja e nënës besimtarve, Khatijës, ke djali xhaxhait saj, Waraka ibn Naufel. Dhe i thot, o xhaxha, për respekt pra, dëgjoje thot çka ka për të thënë djali vllait tënd. Dhe e dëgjon Waraka, dhe ne siç e kemi thënë, që Waraka ka qenë një person i cili u fut në fen e Nazaretasve, dinun Nasara. Dhe ai më parë kishte takuar, siç kishte takuar Zeid ibn Amr ibn Naufel, njerëz që adhurojnë Allahun në fen e drejtë, kishte takuar dietar nga dietarët e Nasarave, të cilët ishin në fen e Isait alayhis salam dhe nuk kishin bërë ndryshime, pra nuk e adhuronin atë. Dhe ai u fut në fen e tyre dhe mësoi ta lexonte Injilin në gjuhën origjinale, në gjuhën hebraishte. Pra e shkruante Injilin në gjuhën hebraishte. Këtu do të themi diçka. Të krishterët në kohën që ne jetojmë
janë aq të devijuar sa nuk dinë ta shkruajnë librin e tyre në gjuhën origjinale. Ata e shkruajnë në gjuhën greke, që është një përkthim. E shkruajnë në gjuhë të ndryshme në anglisht. Dhe kopja më e vjetër që kanë është në gjuhën greke pa autor. I kanë humbur lidhjet me librin e Zotit. Kurse Waraka e shkruante në gjuhën hebraishte. Dhe kur i vjen Hatixha me Muhamedit a.s., ai nuk habitet. Pasi i dëgjon këto edhe kishte lexuar librin e Zotit, e dinte shumë mirë që ai i dërguar që do të vijë do të jetë nga bijtë e Ismailit. E dinte shumë mirë që ai do të dërgohej në Mekë. E dinte shumë mirë të gjitha këto shenjat. Dhe për edhe besoi në moment. Dhe tha, ky është Namus, i cili ka ardhur Musait. Namus është besniku i të fshehtës, në Xhibrili a.s. Ai quhet Namus. Ai që të ka ardhur ty, thot, është i njëjti që i ka ardhur Musait a.s. Dhe thot, sikur unë të isha djalë i ri i fuqishëm, që të ndihmoj aty kur populli jot do të përzej. Atëherë pejgamberi sa bën një pyetje shumë të çiltër dhe thot, si do më përzej mu populli? Domethënë që unë nuk po i bëj keq. Unë si kam bërë kur keq. Ata më vlerësojnë se kam rritur 40 vjet. Askush nuk më ka bërë keq deri tash, si ka mundësi që unë kur them këtë të vërtet, ata do më përzejnë. Thot, nuk ka ardhur njeri me atë që ka ardhur, vetëm se kam përzën. Dhe si kur ti isha djalë i ri, thot, do të ndihmoj aty me një ndihmë të fuqishme. Ky burr nuk zgjati shumë, pak ditë dhe ndroi jetë, shkoi ke Zoti i tij. Dhe Waraka ibn Naufel konsiderohet sahabi, shumica e dietarëve e konsiderojnë sahabi. Dhe në një hadith thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që është në Sahihul Xhami, e ka bërë sakt Sheikh Albani, thot, la tasubbu Waraka ibn Naufel, fa inni ra'aytu lahu janna aw jannatayn. Mos flisni keq për Waraka ibn Naufel. Pra ai nuk ishte idhujtar. Mos kujtoni se ai ishte idhujtar. Ai ishte muahid, e adhuronte Allahun vetëm. Mos flisni keq për këtë, thot, sepse un kam parë atij 1 apo 2 xhenete. Pra hadithi është i saktë edhe është në Sahihul Xhami. Pra kjo ishte një përforcim dhe inkurajim që i vjen nga Allahu, por shkak ishte për këtë gruaja e tij, Hatixha radiallahu anha. Sa siç e tham që Waraka ishte i ditur që ky dërguar do të vinte nga fëmijët e Ismailit, do të vinte në malet Faran, është shkruar. Edhe sot e kësaj dite ka mbetur që ai i dërguar do të vinë në malet Faran, dhe malet Faran janë Mekë. Ibrahimi e mori Ismailin dhe e çoi në malet Faran. Thuhet akoma në ato që ka mbetur në librat e tyre. Ku janë malet Faran? Pse nuk bëjmë pyetje? Janë në Mekë. Se Ibrahimi ku vajti? Në Mekë. Gjithashtu kishte lexuar Teuratin dhe Injilin dhe e dim shumë mirë shenjat, kemi lexuar disa në mësimet e kaluara. Pastaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ndodhi një periudhë që nuk zbriti wahi. Po kjo nuk është aq e gjatë siç thon disa dietar, për shkak se nuk ka transmetim të saktë, por një periudhë ditore, një farë kohe që nuk kishte shpallje, dhe ajo që thonë që ishte diçka e gjatë nuk ka argument. Hadithi është i dobët, kështu që nuk kemi pse e përmendim. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç ka ardhur nga Xhabir në Sahihun e Buhariut dhe Muslimit, e ka parë Xhibrilin alayhis salam në formën e tij reale, i ulur mbi një karrige, i cili kishte mbushur horizontin. Kishte mbushur
horizontin pamja e tij. Dhe hyn në shtëpi friksuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thot dethiruni, më mbuloni. Dhe në këtë moment Allahu subhanahu wa taala i shpall atij ja ejuhel muddathir, o ti i mbuluar, qum fa anzir, qohu dhe parlemro. Kurse ajo që thonë, do të thënë, edhe ju mund ta keni dëgjuar që në këtë periudhën e pauzës që nuk ishte shpallje, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dilte nga mërzitja dhe donte të hidhej nga majet e maleve. Kjo nuk është e saktë. Nuk është. Megjithëse është sjell, e ka sjell Imam Buhariu, po Imam Buhariu e ka sjell pa zinxhir transmetimi. Dhe ka sjell për të dalluar që kjo nuk është e saktë, është e dobët. Kështu që neve nuk e përmendim derisa nuk është e saktë. Mund ta keni dëgjuar, por se nuk ka zinxhir të saktë transmetimi. Dhe feja islame, nga veçoritë e saj madhështore, është që çdo gjë e ka me zinxhir transmetimin dhe zinxhiri studiohet dhe është studiuar që në fillim të herës dhe janë parë hadithet e sakta dhe janë dalluar nga hadithet e dobta. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kështu është urdhëruar për ta komunikuar shpalljen e Allahut me fjalën ja ejuhel muddathir qum fa anzir. Kjo është urdhër që t'ua komunikoj fillimisht familjarëve më të afërt, pastaj të tjerëve. I pari njeri në formë absolute që ka besuar në këtë fe, i ka besuar Muhamedi alayhis salam, është gruaja e tij Khadija radiallahu anha. Pastaj është Waraka ibn Naufel. Pastaj i pari nga djemt është Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, dhe pastaj besoi atij robi i liruar i tij Zeid ibn Harithe radiallahu anhu. Pastaj i besuan 4 vajzat e tij, Zeynep, Kulthum, Fatima dhe Ruqayya. I besuan, dhe nga burrat i pari dhe nga shokët e tij është Abu Bekr as-Siddiq radiallahu anhu an xhamin sahabe. Dhe nuk është lëkundur në asnjë moment ky burr, Abu Bekr as-Siddiq, nuk ka pasur në asnjë moment lëkundje për t'i besuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur ai pranoi Islamin, pati mirësi të madhe, pasi njerëzit dhe populli e donte Abu Bekrin, e vlerësonte. Ai ishte nga tregtarët e mëdhenj, nga njerëzit me pozitë, nga të parët e vendit, dhe kur ai pranoi Islamin, pas ti u futën shumë veta në Islam. Nga ato njerëz të cilët pranuan Islamin ishte Uthman ibn Affan, Talha ibn Ubaidillah, Az-Zubair ibn al-Awam, Sa'd ibn Abi Waqqas, Abdurrahman ibn Auf, Uthman ibn Mad'un, Abu Salama ibn Abdul Asad, Abu Ubaida ibn al-Jarrah, Al-Arqam ibn Abi al-Arqam. Gjithashtu ka këto që përmendëm, shumica e këtyre janë ato të 10 përgëzumit me xhenet. Po ti shikoni të parët që kanë hyrë në Islam. Nga ato që kanë hyrë është Khabbab ibn al-Arad, është Ammar ibn Yasir dhe nëna e tij Sumeje, është Suhejb ar-Rumi, është Bilali, është Miqdad ibn al-Aswad. Të gjitha këto burra dhe gra janë të parët njerëz që i kanë besuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë këta burra dhe gra.
Dhe pasi filloi të komunikon të shpalljen, Allahu Azza wa Jalla thot: "Wa anzir ashiratak al-aqrabin", dhe paralajmëro farefisin tënd më të afërt. U qua pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i thirri farefisin e vet, popullin e vet. Dhe ata u mlodhën dhe mbi kodrën Safa i tha atyre: "Ja mashar al-Quraysh, o ju Quraysh, shpëtoni veten e juaj, unë nuk mundem t'ju ndihmoj nga ajo që është tek Allahu asgjë. Pra ju duhet ta shpëtoni veten tuaj. Largohuni nga adhurimi i idhujve, nga shirku, nga feja e shëmtuar dhe kthehuni në bindje të Allahut dhe adhuroni krijuesin tuaj vetëm." Atëherë ju drejtua në formë të përgjithshme dhe ju drejtua edhe në veçanti dhe i thirri: "O bijtë e Abdumenafit, shpëtoni veten e juaj, unë nuk mundem të ndihmoj asgjë tek Allahu. O Abbas ibn Abdul Muttalib, o Safia, Halla", i thiri Hallës vet, bintu Abdul Muttalib. Pastaj tha: "O Fatima, e bija e Muhamedit, më kërko nga pasuria çfarë duash. Ama unë nuk të ndihmoj dot te Zoti nëse ti nuk e ke shpëtuar veten nga shirku, nga kufri, nga shëmtuara. Pra shpëtojeni veten me punët e juaja, dilni nga feja e shtrembët dhe hyni në fenë e drejtë që është feja e Allahut." Atëherë i thotë: "Nëse unë do t'ju them që mbrapa kësaj kodrës është një ushtri që do t'ju sulmoj, a ishit në gjendje që të besoni fjalën time? A do mundeni të besoni fjalën time?" Ata thanë: "Po, sepse ne nuk kemi dëgjuar prej teje në i gënjeshtër deri më sot." Pra ishin koshient që ky ishte besnik, ishte i çiltër, i vërtet kur fliste, saqë e kemi thënë që kur ndërtoi Kabja, kur hyri pejgamberi, tha: "Ky është besniku i sinqert." Ata e dinin. Pra s'ke gënjur ndonjëherë, si ka mundësi ta gënjesh tani? Atëherë unë po ju them, thot, dhe po paralajmëroj për një dënim të dhëmshëm nëse ju nuk ktheheni ke Zoti, nuk ndiqni rrugën e drejtë, nuk adhuroni Allahun vetëm. Atëherë në këtë moment u qua xhaxhai i tij Ebu Leheb dhe tha një fjalë të shëmtuar, tha: "Tabban laka ja Muhammed, tabban laka sa'ir al-yawm, ali hadha jama'atana." Të shkatrofshin durt, pra të thafshin durt: "Për këtë na ke mbledhur?" Allahu subhanahu wa taala zbret surën që lexohet deri në ditën e gjykimit: "Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab." Ju shkatrofshin duart Ebi Lehebi dhe është i shkatruar, nuk ju i bëri dobi atij pasuria dhe ajo që grumulloi. Allahu i dhënë atij atë që meriton. Pra, kjo ishte fillesa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u komunikoi njerëzve dhe filloi me familjarët e vet. Dhe ajetet ja ayyuhal muddathir, o ti i mbuluar, kum fa andhir, tregon që ke një ngarkesë, ke një barr që duhet ta përcjellësh. Dhe kjo është thirrja e njerëzve. O i dërguar, ti je i ngarkuar me një barr. Dhe kjo barr është thirrja e njerëzve. O rabbaka fakabbir, dhe Zotit tënd madhëroje. Allahu është më i madhi. Allahu e meriton adhurimin. Çdo gjë përveç tij në adhurim është adhurim i kot. Adhurimi krijesave është adhurim i kot. Allahu është më i madhi. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Rrobat e tua pastrohu. Pra pastrohu ti vetë, e fillon thirrjen duke i zbatuar vetë ato që u komunikon të tjerëve, si nga pamja, si nga brenda ashtu dhe nga jashtë.
Pra thirrsi duhet filloj me veten e tij, pastaj me të tjerët. War rujza fahjur, dhe nga pislliku largohu, distancohu nga shirku, nga kufri, dhe drejtohu tauhidit. War rujza fahjur wa li rabbika fasbir, dhe për Zotin tënd duro. Sepse të gjitha këto kanë nevojë për durim. Nuk mund t'i thrasësh njerëzit dhe nuk mund t'i bësh gjitha këto vetë se do kesh vujtje dhe vështirësi, dhe këto të gjitha kanë nevojë për durim. Disa dietarë përmendin që në këtë kohë ka qenë një periudhë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thirrte njerëzit fshehtas dhe jo haptas. Kjo që tham nuk e vërteton atë. Fjala këtu fshehtas do të thotë që ruhej nga sherri i tyre. Ruhej nga sherri i tyre. Por komunikimin pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka bërë haptas. Siç e thamë, hypi mbi kodrën Safa dhe u komunikoi atyre fen haptas. Që në fillim. Prandaj që kjo fjalë disa nga dietarët e kanë thënë duke u bazuar në një fjalë ku tek Sahihu Muslimit ka ardhur një transmetim nga Amr ibn Ambese radiallahu anhu, i cili ka thënë erdha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në një ditë pa kur ai sa ishte dërguar në Mekë, wa huwa hina idhin mustakhfin, dhe ai në atë kohë ishte i fshehur. Pra fjala këtu i fshehur do të thotë që jo se nuk e kishte komunikuar shpalljen, vetë fakti që ai vjen nga një vend tjetër, siç ka ardhur këtu ku thotë thot kuntu u ana fil jahiliya, thot Amr ibn Ambese, kam qenë unë thot në kohën e jahilietit, mendoja që njerëzit janë në humbje. Pra unë mendoja që njerëzit po bëjnë një diçka të keqe, adhurimi i idhujve është i keq. Dhe ata nuk janë në asgjë, nuk mbështeten në asgjë, nuk kanë fare argumenti. Wa hum ya'budun al-awthan, dhe adhurojnë idhujt. Fasami'tu bi rajulin bi Mekke, dëgjova për një burr në Mekë. Yukhbiru akhbaran, që thoshte lajme, pra thoshte që kjo që ishte përputhej me mendimin tim, thot ky sahab. Faqadtu ala rahilati faqaddimtu alayhi, pra hypa mbi kafshën time dhe erdha, shkova tek ai. Fa idha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhfin, dhe shikoj që i dërguari i Allahut ishte i fshehur. Pra ishte i fshehur nga populli, nga ato mundimet e popullit. Kjo nuk do të thotë që thirrja e tij nuk ishte e hapur, por fshihej dhe mundohej që të largohej, sepse ata nuk gjenin rastin, vetëm se e lëndonin, e mundonin dhe i sillnin shqetësime. Pra kjo është kuptimi. Nuk është kuptimi që një farë kohë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë i fshehur dhe i thirrte njerëzit në fshehtësi. Jo. Pra ky argument që argumentohen disa dietar nuk përputhet me këtë. Dhe ajo që është më e saktë dhe që kuptohen këto transmetime është që rrinte pak i distancuar dhe pak larg, duke qenë se ata e lëndonin dhe e mundonin të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kjo ishte mësimi dhe këto ishin ato temat që zgjodhëm për sot. Mësimin e ardhshëm me lejet Allahut subhanahu wa taala do të përmendim mënyrat se si populli i Kurejshve ndërmorën për të penguar thirrjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tek vetë populli i tyre dhe tek popujt e tjerë, dhe se si Allahu subhanahu wa taala e ndihmoi këtë të dërguar. Këto gjëra do t'i themi në mësimin e ardhshëm. Allahu është përbleft për durimin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.